A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, dje folëm diçka për leximin e Kur'anit, që leximi duhet të jetë për hir të Allahut. Pra Kur'ani, leximi i Kur'anit duhet të jetë për hir të Allahut. Gjithashtu dietar kanë thonë leximi për me qenë i pranuar të Zoti duhet të jetë për Allah, por e dita duhet të jetë sipas rregullave të tajvidit. Shembull, tamam një shembull. Dikush lexon Kur'an për hir të Allahut, por nuk i respekton rregullat e tajvidit. Lexon siç ka çe vet. Kafin e lexon kef, d-n e lexon dat, dadin e lexon d, nuk e shqipton Kur'anin si duhet. Ka thonë dietarët, është obligim mësimi i tajvidit. Pra, më thonë mësimi i tajvidit është obligim. A kemi në Kur'an këtë? Po. Një ndër urdhat e Zotit, surën Muzammil, Allahu thot: "Warattilil Qur'ana tartila." Dhe Kur'anin lexoje ngadalë e qartë. Ngadalë e qartë. Dietar kanë thonë ky është ajeti kuranor që Zoti po na urdhëron neve me lexu Kur'anin ngadalë edhe qartë. Mi do fjalët. Dikush lexon Kur'an, alhamdulillah, smiret vesh ka është të lexu. Duhet mi do fjalët. Sa është obligim. Pra më thonë, kjo është një ndër ajetet që flet që tajvidi është, më thonë, është obligim. Në një ajet tjetër thot Allahu, surën Bekare, "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Atyre që ju kemi dhënë librin, e lexojnë Kur'anin haqqa tilawa. E lexojnë Kur'anin me hak, me të drejtë. Ja japin hakin çdo shkronjës. Edhe nga ky ajet kanë thonë ulemaja, nxirret dobia mësimi që tajvidi është prej obligimeve. E tash desha me përmend mesele. A kretë meselet e tajvidit janë obligim? Ka thonë dietar, nuk është obligim çdo mesele të tajvidit, se ka shumë mesele të tajvidit. Disa prej tyre janë obligim e disa jo. E cilat janë obligim? Ka thonë dietarët, gabimet gjatë Kur'anit janë dy lloje. Kemi gabime që është lahnul gjeli, gabimi i qartë, gabimi i trash, gabimi i rënd. Kemi edhe gabim tjetër që është lahnul khafi, gabimi i lehtë. E cilat janë gabimet e trasha, të rënda? Kanë thonë dietarët, me ashtu një shkronjë ajetit, ose me hek një shkronjë ajetit, është gabim i rënd. Gjithashtu kanë thonë dietarët, me ndru shkronjat, kafin me lexu kef, kefin me lexu kaf, dadin me lexu d, e kështu me radhë, ndryshimi i shkronjave janë gabime të rënda. Gjithashtu kanë thonë dietarët, me ndru hareket, aty ku është d, me lexu du, ose aty ku është da, me lexu du, me damme. Këto janë gabime të rënda. E gabimet të lehta çfarë janë? Gabimet të lehta, ka thonë dietarët, janë ato gabime në herë e zgat më tepër, e zgat më pak. Shembull, duhet me zgjat diku një 4 nota. Po themi ja. Ti e ke lënë me 2. Ja. Kjo është gabim i lehtë. Kjo është nuk është kategorinë e gabimeve të rënda. Edhe pse është edhe kjo pjesë e tajvidit, pra më thon këtu kjo këtë mesazh dësha me dhon, jo kretë meselet e tajvidit janë obligim. Ka disa mesele është obligim i ditë, e disa prej tyre nuk është obligim. Ato që i përmenda janë çështje të rënda. Ta përfundoj edhe me një hadith, është interesant. Pejgamberi sa ka thonë el-mahiru bil Kur'an ma as-safaratil kiramil barara. Ai që lexon Kur'anin bukur, ka thonë dietarët është për çudim kush e lexon me tajvid. Kush e lexon Kur'anin bukur, ka thonë pejgamberi selam, ma as-safaratil kiramil barara. Ki do të jetë bashkë me melaçet që udhtojnë, me melaçet e ndershme. Dhe vazhdon hadithi, ka thonë selam, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaqun falahu ajran. Ai cili thot mundohet gjatë leximit, edhe gjen vështirësi, i ka 2 fish sevapet. Këtë arsye më thonë këshilloj veten dhe juve, mos thuj valla unë se di me lexu Kur'an. Ti që mundohesh i ke 2 fish sevapet. Ti që se njeh tajvidin, edhe mundohesh me lexu drejt,
vjen te hoxha, vjen shkon te mësuesi dhe interesohesh me mësu tajvidin, ti ke 2 fish sevapet. Sepse asa po thot ai cili mundohet gjatë leximit, gjen vështirësi e dyfishohet, më thon sevapi. Këtë se desha me dhoni një këshill për fundi, ulemat kanë thonë ndjekë një hoç, shkote një xhami, shkote një hafës, edhe ulu para tina, edhe mësoj të gjidin. Se për mësëm o shur para Gjibrilit, u ka ullë nguj, edhe ka mësu të gjidin. Kështu që edhe ne duhet, nëse ki qef, edhe ki obligim këtë, nëse ki qef me ndrejsh lezimin e Koranit, pa tjetë dush me ndjekën një hafës, me shku më ullë të një hoqë, dhe mi mësu këta regullat të gjidin. Elhamdulillah, shkupi ka për të gjallar, është mirë më thonë të shfryzojmë hoxhallarët. Në xhamin tonë shpesh, si ku më thonë xhamatit, nëse para Zotit mund me thonën, s'ka pas kush me mësue. Disa herë kom përsërit dhe jam i gatshëm kushdo që vjen dhe do me mësu të gjvidin, inshallah do dajmë një kohë, edhe elhamdulillah me disa vete kena mësu të gjvidin të xhamia. Edhe me fëmijët, edhe me të vjetët. Po që më thonë, alhamdulillah, gjitha mundësit më thonë i kemi përpara, kështu që duhet të shfryzojmë këta bekatit e Allah. Pra mesazhi është për sot, ta lexojmë Kur'anin me tajvid. Ta përmirësojmë. Nuk e din, mësoje. Se mësohet, nuk është një gjë që është e rëndë dhe nuk mësohet. Elusim Allah subhanahu wa taala që Zoti na shtoje dinë e dobishme, kjo dije të jetë për neve argument ditën e Kiametit dhe mos jetë kundra neve. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.